جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الحمد لله رب العالمين ويشرق السلم أنوارا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. Lavdi qoft Allahut subhanahu wa ta'ala në fillim dhe mbarim, të cilin me merit e lavdrojmë dhe me merit adhurimin i abajmë. Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesi i gjithësisë, krijuesi i njeriut, krijuesi i gjitha krijesave, na ka krijuar në këtë sipërfaqe të tokës që ta adhurojmë vetëm atë, askën tjetër. Të i mbështetemi vetëm atij, jo të dikush tjetër. Na ka krijuar me dëshirë absolute. Nuk na ka pyet kur na ka kriju, as nuk do të na pyet kur të na vdes apo të na i merr shpirtin. Armiqësi ndaj askujt s'kemi që ta gjini të ngulitur në kokat e juja, nga se jemi ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam, që duhet urdhru në rrugë të drejtë dhe ndalu nga keqja. Ajo grupe cila urdhron në rrugë të drejtë dhe ndalon nga keqja nuk guxon me qenë armiq më të tjerët, e që ai mllëf të ndalojnë nga kjo detyrë e madhe islame. Kurse salavatet, për shëndetjet më të ngrohta që kemi nga shpirtat tonë, ja qojmë selam Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, i cili thot, unë po ju pres tek burimi im, haudun nebi, për të cilën kemi folë për 3-4 javë, po ju pres, ai që vjen do të pi ujë prej burimit tim, ai që do të pi atë ujë, kur nuk do ta merr etja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vllazën të nderuar, çdo ditë sfida, çdo ditë probleme, çdo ditë dëgjojsh diçka, ndihesh diçka që s'takonda, ofendime, përçarje, coptime, vllavrasje, vjedhje, korrupsione, tradhtira. Allahu xhalla xhelaluhu na udhëzoft të gjitha që t'i krijojmë njerëzimit, që t'i formojmë njerëzimit, të gjithë jemi pjesëtar që t'i sjellim njerëzimit rahatllëk në këtë botë. Nga se siguria e jetës në këtë botë, mas islamit dhe fjalës la ilaha illallah dhe imanit, besimin në Allah dhe në çka duhet besu besimtari, nimet apo begati më të shtrenjtë dhe më me vlerë se sa siguria nuk ka. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala popullit Mekkas dhe Medines, pra muhaxherëve dhe ensarve, ju tha, "Felyabudu rabb hadha al-bayt", le të adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie. Është fjala për Çabën. "Felyabudu rabb hadha al-bayt", li ilafi Qurayshin, të cilin e dini të gjithë. "Felyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf", i cili i siguroi ushqimin, hajën dhe pijen dhe ja u siguroi sigurin dhe qetësin, rahatin. Allahu xhalla xhelaluhu neve dhe gjithë ummetit Muhammed alayhi salatu wassalam, por edhe të tjerëve ju siguroft siguri inshallahu taala.
Sot 2 javë kemi pas një temë të cilën kemi premtuar se do ta vazhdojmë. 10 gjërat që prishin dhe të nxjerrin prej fesë. Janë 10 gjërat që dalish prej fesë, mendosh që je musliman e nuk je musliman. Prandaj pensi kemi shpjeguar, edhe janë të zbritura në internet, 10 gjërat që do nxjerrin nga feja, nga Islami, e sot edhe 5 tjerat. Pensi kemi shpjeguar, sot i vazhdojmë 5 tjerat. Mirë, po me qenë se ato harrohen, i përsërisin në pikat shkurta 5 ato që kanë kaluar sot 2 javë. Jesi ngelish pa iman, pa fe, nëse Allahu t'i përshkruash shoq në adhurim. Tash po e falish xhuman këtu, edhe mund t'jesh agjerushëm. Po shkove te vorri u lute, me te pa din iman. Se kush lutet veç Allahut e i përshkruan Allahut një tjetër, atëherë ka me të pa din, pa iman. Prandaj ata që shkojnë rreth vorreve cilën, ata janë pa din, pa iman. Pa fejen ata, pagan shqip ju thënë. Mushrikin që i përshkruajnë Allahut shoq në adhurim. E adhurojmë Allahun edhe adhurojmë këtë vdekurin. I vdekurin nuk adhurohet, për të vdekurin rahmet qohet. Allah i rahmet pas bon, kaq. Fare ma tepër. As gur nuk i vëm, as gur mermeri, as nuk ja rregullojmë vorrin, i rregullojmë shtëpiat e gjallëve. Inshallah aje ka rregullua atje me vepra të mira, e jo me harxhu mermer për ta, e me i bë varrezat kret mermer e granit, e të mendua që jem të bo diçka për babe, për nan, për vlla, për motër, për evlate, për grua. Kjo një, të ti përshkruajnë në minut shumë gjëra. E para, e dyta, me bon ndërmjetësim. Allahut, kur i adhurojmë Allahun, nuk ka ndërmjetësim. Drejt ti edhe Allahu subhanahu wa ta'ala. O idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nuk ka nevojë ndërmjetësim. Nuk ka nevojë ti për me adhuru Allahun, edhe për me lyp prej Allahut me qua mësit apo me qua shkus. Me shku me lut një evlia, një vord, një të vdekun, një tyrbe, një kudishka, Allahu me të dhënë dishka. Ose Allah i na rujt me thonë ti ndryshe, me thonë Allahu më ndihmoj, po edhe ti më ndihmove. Kjo është shirk. Dhe me thonë u banë 2, Allahu po edhe ti, 2 u banë. Allahu gjale, po ti që më ndihmove, Allahu të ka që se bep ti me më ndihmu. Allahu ka bo emër, Allahu ja ka bo zemrën ati me të ndihmu ty. Se inë kulubel ibad, bejne usbuajni min asabi ar-Rahman, ju kallibuha kejfe jesha. Zemrat e njerëzve, zemrat tona, jenë me zgishtrinve të Allahut, ai i ndryshon që shtëdon. Allah i në ndryshoft zemrat tona në khajr, insha Allahu ta'ala. 2. E treta, kush nuk i konsideron mushrikin për qufar, thot, ja mërë sion ata qufar, sion për gjëhnem, qufarit mësë më thënë qufar, edhe ajo është sikur ata qufar. Ja, në këtë dynjo jemi qështu. Janë muslimant, janë jahudit, janë krishtiant, janë pagant, dhe besimet kota satane, e qëtatane, e kudiune, besimet mbrapshta, të cilat të gjitha janë të devjuara në përshtim të fjales La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E katërta, kush mendon se ka udhëzim tjetër përveç udhëzimit Kur'anit, përveç udhëzimit profetik të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo qafir, pa din, pa iman. Edhe e pesta, të cilën e kemi spjegua sot 2 javë, kush urren diçka nga veprimtaria e pejgamberit, e ignoron, e urren se don, Allah i na rujt edhe ai pa din e pa iman është. Nga pejgamberi, kurse nëse urren diçka nga Kurani, e njëjta gjë është. Ju kam të regu ndështë më heret njëherë një biset, një dialog, kam pas me një jurist, avokat, gjukatës. Në biset e si për tha, unë kisha me menu, a i po më thët, kisha me menu që këtë fjalë të Allahut me ndryshu me bo qështu. Allah, që kësha kish me menu njeri.
insani po di me menua Allahut më janë rreq në Kur'an diçka. Kush e ka bën kështu me menu, e ka bën marksizmi, darwinizmi, titizmi, enverizmi, faqia ka bën. Qështu me menua në librin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajo kalojve, alhamdulillah, inshallah nuk menojmë kështu askush, veç menojmë në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në librat e tij të shenjta e fundit dhe përmbledhësjat e gjitha në barkun e saj, Kur'anin famlar që do t'jeti i pa devijuar deri ditën e Kiametit. O vllazën, o djem, më të vjetër dhe më të ri. E gjashta prej këtyne me radhë është, nëse talët dikush me din të pejgamberit, talët, hajgare bën, a jetë pa din pa iman. Për shembull, feja jonë thot, e lejume me Kur'an edhe në hadith, deri në 4 gra i merë muslimani halal me një qa. A i qohë thot, ja, 7 kemi drejt. Se 7 që është shumë i theksuam në gjuhën tonë, për arsye se 7 ditë ka javë, anë e këni, qka po di, 7,770 që është shumë i theksuar, shkoll që shtu thot, 7 janë halal, ky pjashton lejnë Allahut për ngren, ligjën e Allahut për do me nreq, kush ban kësilloj hajgare në din të Allahut, ose na në Islam e kemi, që na ka kallëzu Resulullahi sallallahu aleyhi sallam, kush e ban një sevap, i ki 10 sevape. Kush e ban një gjuna, e ka një gjuna. Tash mutal dikush me këte, Allah i narujt, del pidinit, prej imanit, nuk i ngel musliman. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala në surët të Tauba, ajeti 65 ka urdhnu e thanë, kul e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum të stehziun, thua ju, a me Allahun, ma ajetet kuranore të tia, dhe me të dërguarin e ti Resulullahin, jeni duke u talur? Kjo që talët, me punët e dinit islam, nuk ka talje, nuk ka hajgare. Dini është din, edhe kush munohet me ndrua këtë din, ka humbur. Ka humbur, vallahi ka humbur. Jenë mundua edhe jenë duke u munduar, por jo, se kjo dini Allahut nuk e kem nreqna, as nuk e ka nreq vetë Resulullahi alayhi salatu wassalam, po kjo dinullah. Inë dina inda Allah, el Islam, Islamin Allahu e ka qu. Prandaj kanë me pranua popujt, kanë me pranua shqiptarët, kretlet bohën qufar, kjo din shkatrohet. Qufar në të bohën, ketë pa din e iman. Në Itali ka shku feja islame. 765 xhamia jenë bo në Itali. Kosovar, dilni ketë pidinit, Shqipni, ketë ndetë rasnu. Ska nevoj feja islame për ju. Jo, kjo dini Allahut është subhanahu wa ta'ala. Franca, 7 miliard musliman jenë ba. Vjeti isha 5 ditë në Zvicër, 80.000 musliman zvicran jenë ba. Kjo dini Allahut është. Kuja ka caktua Allahu me hine i gjennetin e ti, ka me qua dhe me andriqua zemrën e ti, alhamdulillah. Prandaj o vlazën, kuptone dinin e Allahut çka është. Nuk është parlamenti i Kosovës që tash 2 vjetë si ka bo kushtetuta, ja ka njësë se kemi qëllua, hajtë të ndrojmë nenet në kushtetut. Ti 2 vjetë, hala se bon qabati, që ka që të nja qëllua ta? Që ka që të nja qëllua të hisë, pas këtë qëlluji. 2 vjetë se një banë. E kur u banë kushtetuta, më një rendi u lavdruot, u banë Kosova me kushtetut. Jo o parlamenti Kosovës, jo o populli kosovar. Kosova ka kushtetutën në Kur'an. Se 90% janë musliman, kushtetuta e Kosovës është Kur'ani. Edhe nuk ndryshon se është ligji i Allahut. E ju që kini mësuar marksizëm, leninizëm, stalinizëm, titizëm, enverizëm, izëm, në reqën e prap bjek poshtë, mas 2 vjetëve opet bjerë poshtë. Pse? Se kur së nja qëlloni, se njeri ju nuk mund të mi vu njerëzimit kushtetut, i ven kushtetut njerëzimit, vetëm krijuesi i njerëzimit, a është Allahu Gjelle Gjelalu. Por atë sebep ju, 2 vjetrit e kini një edhe 3, fjallën e plegjve që kanë thonë, Allah, el hiqmu lillah.
E keni një e pleqt. El hukmu lillah, a keni një këtë fjallë? Po, a keni këtë fjallë? El hukmu lillah. Çka do më thonë el hukmu lillah? Ligji është ti. Kush është ligjdhanës? Vetëm Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu Gjelle Gjelalu na mundsoft me përkra fort edhe mirë dhe me përpikmëri fjalën e Allahut subhanahu wa taala, ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ai gare s'ka. E shtata është sihiri, prej 10 gjërave që na nxjerrin pi fesë. Ai që bën sihir është kafir, kaur. Manin mend, ai që bën sihir, sihirbasi është kafir, kaur, pa din, pa iman. Feja islame e ekzekuton. Ai s'ka din, s'ka iman. Ai ka punë me dreqen, me gjin, edhe punon kundër dinit Allahut, kundër Kur'anit, edhe kundër fjalës Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E kush atje i shkon me i besu fallxhis apo sihirbasit, veç mi shkua 40 ditë, ka thonë pejgamberi, nuk i pranohet atij as namazi as duaja. Prandaj kujdesnu për evlat dhe familjet e juja, mos po shkojnë në për fallxhi, se ka një herë po na vinë edhe të shtëpia dikush më vjen, të unë në shtëpi vjen, e këtu në xhami më vinë, cak ai s'po di, ku më dit kush e ka udhëzuar prap dreqi, ja, ku më dit kush, po vjen edhe po më thot, ti a më qesish, në zyre po vjen e po, ti a më qesish, unë për di që ka po, me qitë fallë, me thonë ti ki me shku në Gjermani, ki me hinë punë, ki me marë vizën Schengen, ki mu ba milioner, e ki një djallë të smund, e ki një vajzë të kaik, e ki një nipës për të nërë, me qitë palavra. E palavra bol tash po vinë, edhe prej ka Shqipnia, edhe prej Knina, edhe prej Anina, në 4 rënet për na vinë për shesin palavra për me marë pare. Me palavra nuk jetojmë na. Na kem argumentin, gjuhën argumentin, kemi dinin islam, edhe elhamdulillah i kemi hoxhallarët e shkolluam, elhamdulillah e kemi kuadrin të shkolluam, elhamdulillah. Prandaj sihiri është prej 10 gjërave që je pa din, pa iman. Sihirbasi është kafir. Inshallah ai që ban tobe istighfar, por ndryshe vdes kafir. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend sihirin në 7 grupet e gjunaheve të mëdha. Ijtanibu sab'al mubiqat, largoni ju 7 gjërave që ju sjellin dënimin, dëshkimin me xhehenam. Largoni ju. Ndër 7 gjërat e ka përmend çfarë? Sihirin. Po dhe ka përmend vllavrasjen. Çato që e vranë para 3-4 ditëve drejtorin e drejtoratit të Prishtinës për arsim. Ramzi Salihun, Allah i e bëft për xhenet inshallah. Thoni amin. Allah i fal gabimet. Hini e myti tak edhe doli shkoj frajeri. Shiko. Feja lejon këta. Për çat sebeb po japim zor për edukatën fetare në shkolla. O vllazrit e mi, me bosa me bo shkollë, me fitu diploma, e master, magjister, e doktoratur, pra pa feje e kriminel. Se ky që e ka vra ka qenë magjister. Diploma plot ka posk. Fillorën e të mesmën e fakultetin edhe master. Mas master, ka mësua me hi, plakun e 60 e sa viteve Remzi Salion, ta, për çka ke vra? Pse s'ta ka caktu Zoti ty me qenë drejtor? S'ta ka caktu. Mus ma ka caktu Zoti me qenë kryetar me shihati. Mbeta unë, në 30 vjet i bona imam në xhami. Pa je krenar, hoxh mazlum. Unë jam krenar, që po i foli popullit fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah. Unë jam shumë i kënaqur që po ja foli fjalën e Allahut popullit tem, edhe fjalën e Resulullahit. Mirë, po kurse ka caktuar Allahu një posti tjetër me pas, a marrish me zor? Prandaj s'po mjaftoj ka këtu diplomat. Po çfarë po dashka? Po dashka edhe feja, edukata në fe. Për atë sebeb ka thonë pejgamberi jon, alayhi salatu wassalam, la hadmul Ka'bati
ahwanu inda Allah min iraqati demi muslim. Me e prish qabën është krim më i vogël se sa me der gjakun e një njerit musliman. E jo vetëm ai. Ma herët një në peje, ma herët një këtu në Prizren, ma herët atje, ma herët e ma herët. Që u ban kjo punë? Shoqëri e kriminalizuar. Shoqëri e mbrapsht për të arsye sepse nuk e ka elementin fetar. Kur ta dish që është gjuna me këtë krim e fitojsh xhehenemin, Allahu për këtë krim ka thonë në Kur'an: "Wa man qatala mu'mina muta'ammida", kush e myt një njeriu me qëllim, fa jazaohu jahannam. Shpërblimi i tij është xhehenem, khalidan fiha, gjithmonë ta. Wallahi jam i bindur që tash më shku me pyet të bën pishman. Mirë po, inshallah gjykata jonë, megjithëse gjykatat tona nuk kanë drejtësi. Nuk kanë drejtësi. Allah i na mundsoft që një ditë prej ditëve të ardhme të mbretëroj dhe të mbizotroj gjykata e drejtë absolute e Allahut për muslimanët, inshallah taala. E shtata. E teta, dalish pi dinit, nuk je musliman, nëse ju nimojsh qufarve, mi mytë muslimant. A ken qufaret të na, shkijet? Shkijet, a ken? A na mytërëm? Wallahi, kush ju ka nimua, kush ju ka dhon ujë me pi, kush ju ka kallxua, kush ju ka tregu rrugët, wallahi janë pa dinë pa iman se kanë marrë pjesë në vrasjen e vllaznive të vetë në vendin e vetë. A unë e di një njeri që më kanë treguar më njëherë në këtë luftës atëherë, ju ka thënë qufarve kër kanë hi me hangër taj, i zdërgjit e se, qindroni, mytni musliman. A ka me vdeka i mësan. Ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam: "Men ishtaraka fi qatli muslimin bi shatri kalimatin yati yawm al-qiyamati wa huwa ais min rahmatillah." Kush merr pjesë, marrën mend fjalët e pejgamberit, kush merr pjesë në vrasjen e muslimanit me një gjys fjalë, jo me kallash, jo me bombe në tank, me aeroplan, helikopter, me një gjys fjalë, jo mbyte, se ka qitë ynë edhe ten fare, vetëm në gjys fjalë, vjen ditën e kiametit i çkëputur nga mshira e Allahut subhanahu wa taala. Kiameti po vjen, apo që po vjen kiameti? Apo isosësh ditët e tua, apo mbarojsh ditët e tua. Drejt kujt je të shkuti? Ha? Drejt lindjes? Ja, drejt vorrit tant. Allah jep shtoft këtë umet e na mësoft. Prandaj mësoni mirë këtë din edhe kontriboni për këtë din. Kontriboni se në qafë e kini, vallahi kush e merr vesh edhe kush e kupton, obligime ka me predikua, për ndryshe Allah i na rrit që tash vjen pika tjetër që ka në gjatë. E nënta, al-khuruj an shari'ati nabi sallallahu alaihi wasallam. Kush munohet me dal prej fesë pejgamberit, munohet me dal, s'do me kanë me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an në suratul An'am në 153 ajeti ka thënë: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Kjo rruga ime e drejtë, Allahu i thotë, gjindunin te, mos merrni rrugica ndjatën shmaj, sepse humni rrugën edhe ju gjon çka ju gjon Allah i na pështoft. Dhe në ajetin tjetër në Ale Imran 85 po thotë: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kush munohet tjetër shariat me përdhua përveç shariatit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai nuk do të pranohet prej tij edhe do të jetë prej xhehenemlive i humbur ditën e kiametit. Dhe dheta e fundit, el-i'rad an dinillah,
Edhe kjo është shumë e madhe. Mia kthy shpinën fejs islame, qysh ja kanë kthye shqiptarët. E kam fjalën shqiptarët, pse më popullat shumicë. Shqiptarët, bosnjakët, romët, turqit, komplet ymmeti Ballkanit. Edhe të tjerë, po na tash s'po folim për Pakistan e për Turqi e për Arabie. Na po folim këtu në Ballkan, ku i njohim vllazërit ton, bosnjak, vllazërit ton turq, rom e shqiptar. Ja kanë kthyer dinit Allahut shpinën. Qysh? As nuk e mësojnë. Edhe e refuzojnë me mësu në feja, në fejnë në shkollë, edhe e refuzojnë, a refuzoj parlamenti. Wallahi, kur ka hi lënda fetare, edukata fetare në Serbie, që në Preshevë, Bujanovë, që me dvegje kanë atje, e mësojnë lëndën fetare, a dini kush ka qenë iniciator? Popat e Serbisë. Popat e kanë inicu këtë çështje edhe. Na hoxhallarët, ku kemi vendin në shoqërinë tonë kosovare? Ku kanë postin shoqërinë kosovare hoxhallarët? A i dëgjon hoxhallarët parlamenti? Veç vallahi thumme vallahi, një popull nuk ka më ngrit manal, po që se këto trijat elemente nuk i ka. Nëse nuk furnizohet me diturinë e dietarëve, me drejtësinë e qeveritarëve dhe me bujarinë e pasonikëve, vallahi s'mundet me ecë përpara. Ju thash sot 2 javë ose sot 3 javë, tash kur ju kam dhënë nuk di. Undrua generali ushtarak amerikan edhe e dha betimin. E dha betimin dorën mbi Bibël. Amerika, kush është Amerika? Ai e dha betimin dorën mbi Bibël. A mund ishtish qeveritarët tonë me unë në betim dorën mbi Kur'an? Ha? E kjo është si rezultat që Jugoslavia edhe Serbia, Nova i Stara, e vjetra dhe e reja kanë punuar kundra fesë qatë shumë sa që e kanë bo muslimani zgudzon me vëndorën mbi Kur'anin e vetë. Shiko sa në kanë largue shqiptarve, asë në Shqipni, asë këtu. Më kuptoni mira, edhe dishka tjetër ju kam tregu para 1 vjetë e sa. Ish presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, para 2 viteve është shpall qytetarë nderi në Shkodër. Të gjithë popat edhe priftat e Shkodrës e kanë prit, hoxhallar me shall me gjybe as një së kanë në prezent. Kja po në kuptot si t'i kallëzojmë Evropës, na jemi si qufarë, si ju, na s'jemi musliman, bre, hiq hoxë s'kemi, as një hoxë se kemi, na s'jemi me hoxë, na kërkun, na veç në Vatikan kryte kemi. As na vjen neve i nata? Shqiptarët në Kosovë janë 99% musliman. Shqiptarët në Kosovë janë 99%. Në Maqedoni janë 100%. Në Shqipni është 75%. Në adim ato shifra. Ama të paret tonë, qeveritarët tonë, me vundorën betimin në Kur'an, kjesë pëbën vaki ose me i pas nga. A pishini qeveritarët sërbë. Kretë, çfarë do iniciative kanë, e kanë prapashpine popin. Kuj kanë qeveritarët prapashpinën hoxhallarët? A mos po i mësojmë na keqa? Jo, vëllaj, veç si t'jam nga të kryetarit unë, birrën pidorës jam ari, zban me piti. Se si t'pish ti, i dehur na shesish Kosovën ti. Sa i dehur i zdi qka në nëshkruan. Qështu ne jemi? Allahu në uzoft neve bashkë me popullin tonë, e në bëvët bashkë ja Rabbel Alemin. Prandaj kjo dheta është e fort, që po thëtë, kush ja kthen shpinën dinit e Allahut. As nuk e mëson, as nuk lejon me mësu, as nuk punon me ta. Do me thonë, as po du me punu, as po du me dit. Këta i nënshtrohen xhehenemit ditën e kiametit edhe janë pa din e pa iman. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thonë në surët Sejdë, ajeti 22. Waman adhlamu mimman dhukira bi ajati rabbi thumma a'rada anha
inna minal mujrimina muntaqimun. Ajeti 22 prej surës Sejdë, që thot, a ka më dëmtor, më zullumçar se sa ai që i lexohen ajetet e Kur'anit, i lexohet fjala e Allahut Zotit, ai ja kthen shpinën. E Allahu po e përfundon ajetin kuranor, por na po thot, prej kriminalëve kemi me u hakmar. O vllaznit e mi musliman që jeni në xhami. O musliman që jeni në xhami që tu e po mungoni mua. Të gjithë kontribuoni me familjet e juja. Të gjithë me gruan, me djalin, me vllajin, me babën, me nonën, me akrabat, gjithë jepni kontribut, mësoni o fejnë e Allahut. Mësoni qysh më udhëzuan rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla xhelalu na i fal gabimet, na mësoft çka se dim, na përmirësoft çka kemi gabue, ato që kemi thonë gabimisht, Allah i na i fal, ato çka kemi qelluar, inshallah na shpërblen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah, edhe lutni Allahu xhalla xhelalu as kujt tjetër. Allah i na i fal gabimet. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Vllaznit e mi të nderuar, sot e kemi një komision, disa persona që kanë ardhur prej fshatit Zapod, të rrethit Kukësit, Shqipërisë. E kanë krye xhamin, nuk dashta sot me lyp për ta, me qenë se mos po bëhemi tepruar, mirë po për Allah kur të folim, kur gjon s'ka tepër. Gjithë ja qëllojmë, inshallah, për Allah si të folim. Ata e kanë qitë pikën jashtë xhamisë, edhe shtrojen e kanë sigurue, edhe sovatimin apo malterin lymjen e kanë kry, dritarët kanë më javu, edhe pak gjëna sende tjera. Prandaj sot kanë ardhur dhe në mesin tonë kërkojnë ndihmën tonë. Unë kisha mi u thonë juve të gjithëve, edhe këtu unë ku po falem, edhe poshtë një 2-3 vetë rinë të dera e zyres unë ku jem djalja të rrjedh dhe dikush tjetër, ka 1 euro, ka 2 euro, ka 5 euro, sa të mundi me ndihmua, pa e ngushtu vetin as kënd. Ndoshta dikush se ka as 1 euro me veti, as 1 cent, nuk ngushtohem. Por vllaznit do t'i ndihmojmë në rrethin e Kukësit në fshatin Zapod. E inshallah dhe da jemi hise në atë xhami. Inshallah e bëjnë gati me e fal Kurban Bajramin. Bi idhnillahi ta'ala. Allah ju ndihmoft juve dhe neve. Allah i na bëft gjithmonë krah i dinit islam. Allahumma amin. Allah i na bëft gjithë krah forcë e fjalës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا وسيئات أعمالنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في ظل الوئام الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب.